Përshëndetje! Të thuash me përshëndetje. Përshëndetje. Jemi sot në një video shumë ndryshe nga videot e tjera, sepse sot kam vendosur të bëjmë diçka ndryshe për kanalin, pse jo, të jetë dhe një video argëtuese dhe ne të kënaqemi dhe ju. Kështu që pa u vur kohë, unë do t'ja shpjegoj mami se çfarë video do bëjmë dhe do nisim. Si fillim dua t'ju them që kam ujë këtu, sepse videoja është provo mos qeshësh. Unë do provoj mos qesh me ato çfarë do lexoj mami këtu. Këtu mami kemi fjalë në anglisht, ato aplikacione që përdor unë në telefonin tim, kështu që nuk janë shumë të vështira, për ty do jenë të vështira se ti s'di anglisht, por ti do t'i lexosh me atë rast dhe ju shikoni se çfarë aplikacionesh mbaj unë në telefon. Kështu që pa humbur kohë ne do fillojmë mere këtu nis nga njashi dhe pastaj vazhdojmë edhe këte. Unë ndërkohë kam edhe një legen këtu që në qoftë se qesh uji të shkoj aty dhe mos bjerë për dhe. Edhe kam erdhur këte nga mami që ta bëja video në rehat që edhe rej të më linte rehat, se në momentin që unë bëj video ai do të ri me mua, kështu që pse jo, erdha nga mami. Vazhdo mami. Snapchat. Okej, mire, lexove po prit se duhet të pi ujë. Three ads. Google. Mami, Google. Google. Bravo. Translate. Prit, duhet të pi ujë. Google Translate. Water. Water. Email. Prit, email. Kjo është weather. Weather. E tha water, ujë. Po gjithsesi e the kështu ujë. Fjala anglisht është ajo. Kurse kjo është water. Vazhdo të gjashtën. Prit të pi ujë. Email. Kush ta ka mësuar të thekë? Files. Prit. Ishte Gmail. Po email mirë. Mirë. Po files është në greqisht. Files greqisht. Është anglisht. Anglisht? Fajel. Prit të pi ujë, je këtu. Tani jam ne. Ju që e keni bërë këtë video në TikTok, ju shtoft të jeta, aq shumë sa po qesh, sepse nga ju jam inspiruar. Tani kemi scan dokument. Glock. Notes. Glosk. Clock. Clock. Ora. Prit, jemi këtu. Notes, mire the, prit pak. Notes. Kalkulator. Fuck it time. Do mike dhe me kafe. FaceTime. Marr. Prit. Më falni se unë i kam marrë të gjitha, po ato fazoletat, karotëtetat i kam marruar. Ndërkohë mami vazhdoni lexon. Prit një sekond mami. Jemi këtu. Ti qa, videoja më fani që kam bërë ndonjëherë, do më thonë kam qeshur, se kam edhe këtu ujë në gojë, kam qeshur kështu edhe me lot. Tani kemi Maps. I Tanes. Voice. Liktron. Lightroom. E përdorun për të bërë foto. Lightroom. Me ato ngjyrat e bukura dhe ju nëse doni të dini këto aplikacionet, Lightroom është njësh për të edituar foto, kështu që merreni dhe ju. Lightroom, e mësove? Lightroom. Tani e mbaj mend. Tani kemi
One. Facebook. Po Facebook me mami. Ah, Facebook. O zot. Vdiqa. Mos më punoni kështu mua me nënë. WhatsApp. Po mirë këta e diti, pritët bipakuj. Happy Loyalty. Zalando. Microsoft. Office. Ti di dhe italisht. Office, mami, office, zyra. Office. Oh. Tani unë jam të një anglisht folse perfekte, po sa që kam mësuar në shkollë, Po. e ndonjë kurs që kemi bërë. Është kjo aplikacioni që përdor unë për këto shkrimet, këto gjërat, për dokumenta. Tani prit se kemi edhe një dy, të piprapuj. Kemi Chrome. Credins. Sër. Pcut. Ca pcut. CapCut. Edhe ky është një program që përdoret shumë, ju që përdorin TikTok e dini. Çfarë është kjo? Program që pret video, t'i editon. Sa i thon? CapCut. Kap. Oh, CapCut. CapCut. Kapat. Cut. Ah. CapCut. CapCut. E mësove tani? Yes. O mami, jam kënaqur me këtë video. Shpresoj të jeni kënaqur dhe ju. Më lini komente nëse doni ndonjë sfidë tjetër me Dhe unë mamin. shpresoj t'jesh kënaqur. Sepse mami nuk ka marrë shumë pjesë në videot e mia, por në kjo videoja e ka Ere qaj. dytë. Ere dytë, se ere parë kur ishte. Kur më dhe aberim për Sazaninë. E mirë se... Gjeja me bukur. Kështë disi me ndoj sa se do t'i jepja prap në i lanqja për Sazane. Se i thash, do vi të bëjmë një video dhe ishte tërkos, kështë e tjërësirë kështu. I thash, mami nuk jam Sazane, mos ki merak. Kështu që ne u kënaqëm, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Para se ta mbyll videon, dua t'ju them që agjërim të lehtë për të gjithë ju që mbani Ramazan. Zoti ja u pranoft agjërimin, lutjet tuaja. Unë mbajta ditën e parë të Ramazanit, do mbaj edhe atë natën e Kadrit. Nuk mbajta dot për arsye personale ditët e tjera dhe ju uroj të gjithëve një muaj të mbar. Edhe unë i uroj agjërim të lehtë dhe Zoti ju bekoftë me shëndet. Po, shëndeti mbi të gjitha. Mos harroni të lini një koment dhe vazhdo të shihemi në videon e radhës. Ju dua shumë të gjithëve. Paçim.